A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhe së dashur, vazhdojmë sonte me ligjëratën e dytë me komentin e librit Mjetet e përshtatshme për një jetë e rahatshme. Javën e kaluar folëm diçka rreth arsyen e parë që përmend autori këtë libër, një ndër shkaqet e lumturisë është imani dhe veprat e mira. Këtë si arsye të parë këtë përmend autori në këtë libër. Edhe filluam me shpjegu këtë arsye, këtë shkak. Edhe përmendi autori gjendja e muslimanit, e besimtarit, e atij që ka iman, edhe në sprova, po edhe në mirësi, në begati të Zotit është i matur. E përmendi autori, edhe përmendi parën e kundërt, që ai që s'ka iman dhe s'ka vepra të mira, ai edhe në sprova është i keq, nuk reagon si duhet si një musliman, por edhe në begati i kalon kufit, bëhet mendje madh, më thonë në çmon të tjerët. Kështu që besimtari edhe në mirësi, edhe në begati, më thonë, edhe në sprova, e shë, më thonë, është i matur, çdo lëvizje e ban në bazë të imanit edhe vepra të mira. Kjo është arsyeja që filloi autori me shpjeguar. Kemi ngel te faqja 8, më thonë, autori vazhdon me shpjegu ende këtë çështje që imani dhe veprat të mira janë shkak që njeriu më qenë i lumtur dhe larg ankthit dhe depresionit. Thot autori vazhdon dhe thot këto gjëra janë të dëshmuara edhe me prova. Këtu përmend disa ajete, hadithe, argumentet tregojnë që kështu është gjendja muslimanit, por edhe prova dhe praktika, edhe realiteti dëshmojnë gjë të tillë. Nëse e analizon një musliman, një besimtar të mirë, në sprova çish reagon çuditësh, çema vetin, çish më thonë ban sabër në sprova kështu me radhë. Po ka tjetër edhe praktika e jo muslimane, se është një jo musliman, ose një gjunaqçar në sprova dhe në begati e sheh ai nuk sillet mirë. Autori thotë këto gjëra janë të dëshmuara edhe me prova. Po ta aplikosh sot tek njerëzit e sprovuar, do ta vërejsh qartë dallimin ndërmjet besimtarit që vepron në përputhje me besimin e tij. Do ta shohësh të qartë një musliman në sprova dhe në begati si reagon. Dhe të tjerë që nuk janë kështu, pra ato që s'kanë iman dhe s'kanë vepra të mira. Vazhdon thot autori, kjo nuk kupton se feja nxit njerëzit të pajtohen dhe të ndahen të kënaqur me kaderin e Zotit. Me pasuri dhe me furnizimin e përcaktuar nga ai. Muslimani na mëson e feja jon, na mëson që me qenë të kënaqur me kaderin e Allahut. Kjo është më vonë feja, na mëson kështu. Është përmend ulema një hadith interesant, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith është në Sahih Muslim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë qad aflaha man aslam. Ka shpëtuar ai që është musliman. Wa rusika kafafan, dhe është furnizuar asaj në vitet, asa ka nevojë, ki ka pështu ky njeri. Wa qannahu Allah ma ata, dhe Allah ka bëu të kënaqur me atë që ka dhënë. Dhe në gjuhën tonë përdoret kjo fjala personi kishte kanat. Po ishte i kënaqur ishte i pajtimi me furnizimin e Zotit. Ky person, po thotë pejgamberi ka pështu ai cili është musliman, ai cili Allah i ka furnizuar as sa ka nevojë, dhe tjetra Allah më ka dhënë çfarë kënaqësie në shpirtin e tij. Kush është ky? Kjo është ai besimtari dhe ai që bën vepra të mira më kënaqet me kaderin e Zotit. Ulemaja Salih Husseini përmend një rast interesant kur e komenton këtë libër, thotë Ibrahim ibn Adhemi, ka qenë njëri prej parëve tonë besimtarëve të mirë, ky më thon ka pas babën, ka pas princ, ka pas kryetar shteti, mbret më thon. Ky person më thon e ka pa jetën e babës vet dhe ka jetuar jetën e të pasurve. Një për ditëve e sheh që jeta nuk është e lumtur, me gjithë këtë pasuri, me këta begati, një për ditëve vendos mu largu nga baba i vet. Edhe tërhiqet. E merr rrugën e ilmit, rrugën e ibadetit, rrugën e angazhimit me davet, kështu që më thon e le pasurinë e babës. Edhe vjen një moment ky dietar i madh, aq shumë bëhet fukara, saqë më thon nuk ka dhe çka me hangër. Saqë në e tregon një rast, ky vetë tregon një rast, thotë një për ditëve thotë ndodhi vetëm e kisha një copë bukës të thatë në dorën time, dhe për me hangë atë pjesën e bukës të thatë thotë ishte shumë vështirë. O deshke me shti te lumi me zbut atë pjesën e bukës, atë copën me zbut edhe me hangër, thotë edhe kur e hanga këtë pjesën e bukës të thatë që e kisha zbut me ujë, thotë e thash një fjalë. E ka thonë ki alimi dhe ka përncedhë në zonës të tina, ka thonë ki law alima al-muluk wa abna'u al-muluk ala ma nahnu fihi la jaladuna bisuf. Su ta kishin ditë mbretërit se çfarë lumturie ne jena, do të na kishin luftuar me shpata. Pa më çfarë lumturie kemi, një copë buke, thatë,
që e dosh me zbut me shti në lumë, më thonë e ka thonë këtë fjalë, më thonë pse ka arrit këtë lumturi, s'ka arrit me pasurinë që ka pas. Po me imanin, me veprat e mira që ka pas, këta besimtarët e mirë e arrin këtë lumturi. Më thonë, edhe fukarajin e shet besimtar të kënaqur, po edhe pasanikun i cili është besimtar i mirë, edhe atë e shet të kënaqur me kadirin e Zotit. Vazhdon autori thotë, kur besimtari sprovohet me gjëra që të rëndomta dhe të zakonshme që i ndodhin njerëzve si sëmundjet, varfëria e tjerë, kur i ndodh muslimonit këta sprova, çka ndodhen? Do ta shohë se pajtohet me caktimin e Allahut, madje jo vetëm kaq, por edhe tek ndati kënaqur dhe i qetë shpirtërisht, sepse nuk dëshiron gjë tjetër përveç se asaj që Allahu ja ka caktuar. Ai ka bindje muslimanit, se çdo sen që i vjen, vjen me kaderin e Zotit, nuk mund me dalë diçka pa caktimin e Allahut. Edhe gjethja i thatë nuk bie pa izin e Zotit. Kështu më thon, muslimani me këtë iman e gjen lumturinë në çdo situatë. Dhe vazhdon autori thotë, nëse besimtari vetë krahasohet, e krahason veten me atë që gjendjen materiale ka më të ulët se ai, nëse muslimani gjithashtu ka një prej formave se si muslimani bëhet i lumtur, e krahason veten me ata që janë më të varfër. Nuk krahasohet me ata që janë më të pasanik. Kjo e bën më të qetë, e bën më të lumtur. E jo me atë që ka më shumë pasuri. Nuk e krahason besimtari veten me ata që ka pasuri. Ne krahasojmë veten me ata më të mirë në aspektin fetar. Nëse dikush ma ka të kalu në ibadetin, punë të mirë në lexim të Kuranit, me atë më thon mundona më ushtije. Edhe krahasoj veten, kurse ata që kanë pasuri më shumë se unë, kjo është mësim fetar, do ta përmendë autori edhe një mandej tek libri do ta përmendë se besimtari në këtë formë e qetëson veten. Mo duke pa, më thon me ata që janë më poshtë në aspektin e dunjas. Bile thot ndihen gëzim dhe kënaqësi shpirtore tek atë që Allah i ka begatuar me dhunti e kënaqësi dhe pajtimin me caktimin e Allahut. Bile thot autori, besimtari i mirë, kur e shet dikan që Allah i ka dhënë të mira, ai gëzohet pse Zoti i ka dhënë. Nga se ai di se edhe atij Zoti që i ka dhënë është me caktimin e Allahut, edhe buçi më ka dhënë më pak, edhe kjo është me caktimin e Allahut. Pra në çdo situatë shikoni muslimani, besimtari e nin veten, më thon shumë mirë. Vazhdon autori thotë, por kështu nuk është puna me të tjerët, ose me atë që nuk vepron sipas besimit të tij. Edhe këta po sprovua me varfëri ose mangësi. Çka ndodhen? Të mirave materiale ta shohësh tek ai, përshkruar në hallë dhe dete sikur të ishte fundi i kësaj dhunjaje. Kur vjen keq që s'ka imanin e shëndosh, edhe veprat mira, ke von kur vjen ta çon dertin hallin, e sheh që ta paraqet rastin sikur mos ka pas kësaj nuk ka rrugë dalje. Fundi i dunjos. Do të thotë nëse dëgjojmë raste dikush që shkon edhe byt edhe veten. A muslimoni nuk reagon kështu në këtë rast më. Muslimoni shërbehet me imanin që e ka, me besimin, me veprat mira, e qetëson veten edhe në sprova. Vazhdon autori thotë do të shohësh tek ata më thonë se si më thonë e paraqesin veten, thotë një shembull tjetër në kohë frige, paniku, thotë e krize, atë që ka besim të shëndosh, do ta shohësh të vendosur, të pathyeshëm, të qetë shpirtërisht të aftë për të menaxhuar. Gjithashtu muslimani në sprova jo që e qetëson veten, por e menaxhon shumë mirë situatën. Mundot mi marr shkaqe, përmendëm edhe ligjatën e kaluar, muslimani në raste sprovash, fillimisht një mundot ta largojë sprovën. Nëse në sëmundje, çka ndodhen? Shkon te mjeku. Po nëse s'mund me largu tërësisht sprovën, mundot me lehtësu. Shkon mundot me zbut atë smundje që e ka. Nëse edhe këtu nuk ka rrugë dalje, atëherë i ban sabër dhe pajtohet me kaderin e Zotit. Pra shkon muslimani siç e qetëson veten e tij më. Thotë do ta shohësh të vendosur dhe të pathyeshëm. Edhe thotë ato të qetë shpirtërisht të aftë për të menaxhuar dhe për të kontrolluar këtë gjendje me idetë, pra me bindje që i ka, me fjalët, përdor fjalë të mira. Në sprovash muslimani nuk guxon të thotë fjalë shija për Allahun. Pse më ka ndodhur kjo? Po thotë kader Allah ose përdor fjalën inna lillah. Sa është përmendur në ajetin kuranor, Allahu kur thotë në Kur'an ata që i sprovojmë me mangësitë pasurisë, me vdekje, çka thon? Thon inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Më thon kështu me fjalë e çetson veten besimtar. Pra e çetson më thon me çka me ide, me bindje, e çetson me fjalë dhe e çetson me vepra të mira, angazhohet me ibadete. Do të përmendim pak më vonë inshallah, muslimani një ndër formës se si e largon stresin, mërzijat, brengat është angazhimi. Nuk ri bosh. Se kur ti je bosh, më thon se atë vjen shejtani sulmon me ide,
të këqija dhe më thonë kështu që më thonë e mundon vetin, ndoshta edhe përfundon shumë keq. Ndonë se thot nuk është gjendja e mirë ai ambient thot me të dhe pikërisht kjo dhuron lehtësim shpirtëror dhe ja forcon zemrën. Pra kjo gjendje imanore që e ka muslimani, ky besimtar, thotë ja lehtëson sprovën. Sepse është e rëndë, pa ti lehtësohet. Për shkak të çtive bindjeve, çtive arsyeve që thash e menaxhon shumë mirë, thotë që janë të mira, edhe çka edhe bën vepra të mira, kjo ja lehtëson atinja dhimbjen. Thotë në një kontrast tjetër do ta shohësh atë që nuk ka thot besim, atë po i ndodh ndonjë e lig, e kundërta e besimtarit, po i ndodhi, do ta shohësh të raskapitur, shpirtërisht të dëmtuar, të shpërqendruar, të friksuar dhe të stresuar. Tek ata që s'kan iman dhe vepra të mira, këtë ta i gjejnë, më thonë. Dhe çka thot, do ta gjesh tek ai vuan nga frika e jashtme dhe e brendshme. Gjithmonë ka frikë mos më ndodh ndaj sen. Do të thonë nëse biznesmen ka me batis, çka trona, pika ka me marr rrezik mua, kështu që më hin lloj frikash, më thon për shkak që mungesa e imanit. Të cilat nuk mund ta përshkruajnë fjalët, as shumë më thon një të keq, që s'ka iman të shëndosh dhe vepra të mira, thot nuk mund edhe fjalët ta përshkruajnë gjendjen e tij. Kësaj kategorie njerëz thot autori, nëse nuk i jepen në dispozicion disa shkaqe natyrore, sikur është shembull si thash pak më herët, një ndër shkaqet natyrore është më thon mu marr me ndaj punë edhe dunjos. Vetë qëllimi është me largu stresin. Kjo për formë kam përmendur ato edhe më andena, më mos rri bosh. Kjo një ndër shkaqet natyrore se si me largu stresin. Thotë disa shkaqe natyrore nëse nuk ipen thot këtina, thot mundet me shku çështja edhe më kaq. Atëherë thot për shkak të besimit i cili të dhuron durimin, thamë më herët, më muslimani, besimtari e di se ka deri Allahu edhe duron. Po bashir sabirin. Në sprova muslimani përgëzohet me sabër. Dhe sabrin në kohë të vështira dhe gjendjes së rënda e pikëlluese. Fuqitë e tyre shpirtërore të besimtarëve thotë do të rënohen, ndërsa gjendja e tyre psikike do të tendoset. Këta më thonë edhe psikikisht më thonë këta dobësohen, edhe bin gjuhë. Edhe nuk mund me vazhdu jetën. Si tash më thonë, ndoshta ato mund me përfundu shumë keq, ndoshta disa mbitin veten, disa më thonë marrin ndonjë rrugë të këqija për shkak një sprovë që ka godit. Muslimani në kësaj rasti më thonë është e kontrollon veten. Tash, e përmend një detaj interesant. Thotë i mirë dhe i keqi, besimtarët dhe jo besimtarët, thotë janë të njëjtë sa i përket përfitimit të tiparit të guximit dhe të instiktit që lehtësohet gjendja shpirtërore. Shembull, thotë muslimani dhe jo muslimani, disa çështje janë barabartë. Ku në rastin me shërby veten me trimëri. Shembull, kur ndodhi e keq që ka nevojë një çfarë trimërie, një çfarë besim plot, këtë është edhe të muslimanit edhe të muslimanit. Të dytë është. Po thotë ku ka dallim mes këtyre dyve, thotë dallimi është po thotë tek ajo të besimtarët është forca e besimit, që këta tjerë nuk e kanë, forcën e besimit, durimin, këtë ju mungon gjithashtu durimi, gjithashtu ju mungon thotë edhe mbështetja në Allahun. Muslimani ka këtë. Dhe gjithashtu thotë si dhe shpresa ose llogaritën në shpërblimin e Allahut. Muslimani sprova çka thotë? E ka durimin, e ka mbështetjen. Gjithashtu e ka edhe shpresën që Allahu shpërblen mua për këtë sprovë. Ne dimi hadithin, që kur edhe një therr me tran kom, muslimani shpërblehet nëse i duron. Prandaj kjo sprovë e rron. Muslimani shpreson se sprovash, mund që ka sevape. Thotë gjëra këto guximin i japin kuptim. Thotë këta bindje muslimanit ka guxim, po ky guxim më thonë i kuptueshëm me sabrin, me iman. Kurse ai tjetër që s'ka iman, ai këtë guxim e ka vetëm nga natyra, aty për aty. Aty më shoh më vonë tani bot pishman pse e kaloi këtë situatë rëndë. Më thonë këto e përmend një detaj, një dallim që ka mes musliman dhe jo musliman. Këtë ide, këtë dallim e mbështet me një ajet kuranor. Cili është ajeti në surën Nisa, ajeti 104, Allah ka thonën in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. Nëse ndihen ata dhimbje për shkak luftës, se lufta që dimi ne është e rëndë, ka dhimbje, më thonë. Thotë Allah thonë nëse ndjeni dhimbje prej luftës, edhe ata ndjen dhimbje ashtu siç ndjeni edhe ju. Muslimani ju thotë Allah. Por thotë ku dallimi, mi po ju shpresoni prej Allahut atë që ata nuk e shpresojnë. Muslimani ka dhimbje në luftë, ka mundime. Edhe ja muslimani që ka dalë me luftu, edhe ka dhimbje. Po ku dallim mes këtyre dyve? Dhimbjet e muslimani edhe në dhimbje shpreson, kurse jo muslimani nuk shpreson në dhimbje. Atë idenë që përmend pak më herët, e vërteton me këtë ajet muslimani edhe në sprovash shpreson shpërblime. Kjo është një veçori, më thonë. Prandaj ka siklet, ka dhimbje, ka mërzi, aty më thonë i shkon mendja që kam sevape.
jam të mbajt veten, jam të kontrollu veten, më dhon këtë situatë të rëndë. Gjithashtu thot autori, krahas këtyre thot, këto tipate e karakteristikave të besimtarit, aty rrëdhen edhe ndihmë dhe përkare veçantë nga Allahu. Shpresoj për si vjen një çfarë lloj ndihme muslimanit. Pse vjen kjo ndihmë? Për shkak të sabrit. Allah argumenton me një ajet kuranor, ka thënë Allahu wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Bëni durim, bëni sabër, se Allah është bashkë me ata durimtarët. Këtu Zoti me kë është, kush ka nevojë për sabër, ai s'do të shpërvum. Kështu që Allahu më thon durimtarit, atij që shpreson, i vjen një ndihmë prej Zotit. Thosh ai ndihma ma as-sabirin. Zoti është me këta. Çish është Zoti me këta njerëz, duke valësuar dhimbjen. Ai sheh muslimanin ka dhimbje të rëndë, ai buzëqeshët, ai nihet mirë, ai nihet më thon i gëzueshëm. Më thon kjo gjendje është vetëm se të besimtar, përmendëm edhe hadithin javën e kaluar. Pra, më thon këtu autori përfundon edhe këtë pikën e parë që imani dhe lumturia është shkak për me gjetë lumturi. Autori vazhdon me përmend shkakun e dytë. Një ndër shkaqet që përmend autori në këtë libër, thotë që lumturia vjen edhe bamirësia ndaj të tjerëve, me fjalë dhe vepra. Nëse je bamirës ndaj njerëzve, ju bën mirë, çka bamirësi të bën të lumtur. Ti ai i parë që gëzohesh më shumë ti, se sa atij që ja ke bëu atë mirë. Autori thotë vazhdon, si shkak tjetër për mënyrë me të cilën largohet brengat, shqetësimet dhe pikëllimet, është edhe bamirësia ndaj njerëzve, me fjalë dhe vepra. Këtë ne kemi edhe në Kur'an. Allahu më thon disa vende në Kur'an thotë kur na mëson Zoti që edhe me thon fjalë të mira, me bëu mirë me fjalë. Allah thotë Kur'an wa qul lin-nasi husna, thuni njerëzve fjalë të mira. Allah më një tjetër thotë wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan. Thuaj robët mi, Allah thotë ne ta thonë atë që është më e mira. Pra më thon muslimani, fjala muslimani që ka në hadith ka ardhur el-kalimatu at-tayyiba sadaqa. Fjala mira sadaqa. Pra më thon ti mund shpërblesh një fjalë të mirë kur e thuaj. I ke bëu diku mirë me një fjalë. Ja ke fladit zemra, kështu më radhë. Gjithashtu bamirësia mund të kone edhe me vepra. Si ndodh me vepra? Mund me dhënë me pasuri. Mund me dhënë me pozitën që e ke. Mund me dhënë me dijen që e shpëndon. Njerëzit ju bën mirë duke shpëndon dijen. Kjo është formë e bamirësisë, vetëm me dije. Gjithashtu dikujt ka nevojë me do kohë. Dikush ka seklet, ka dhimbje, ti don kohë për ta. Janë dëgjon derdhin, hallin, edhe kjo bamirësi është. Se s'ka gjetë askush më do kohë, ti që do kohë për ta. Pra shikoj më bamirësia në disa llojshme. Gjithashtu më thon sjellja e mirë është bamirësi. Buzëqeshja, ulëmo ka përmend edhe shumë shembuj të tjerë. Pra më thon bamirësia, më shkurt mira, është shkak më thon njëri me gjetë lumturi. Dhe vazhdon autori thotë bamirësia është e rëndësishme, thotë sepse Allah i madhua përmes saj i largon të këqijat. Ibn Qayyimi, shumë gjanë e gatë folën në librin e tij Al-Wabil al-Sayyid. Ma kanë librin Ibn Qayyimi fol për dobit që ka të mirat. Edhe aty kur fol për dobit e sadakas, e diçka thotë. Thotë njëri që jep sadaka, thotë i pari që gëzohet, thotë ai është ai që jep. Para se të gëzohet ai që merr. Thotë pse, thotë provojeni këtë, thotë kur të jepni diçka, e ndini çfarë lumturi thotë në zemër që nuk krahasohet me asnjë sent. Tani këtë Ibn Qayyim e komenton me shumë hadithe. Një ndër hadithet është hadithi ka thonë pejgamberi sana'il ma'ruf taqim masari su. Njëri që bën mirë, Allah e largon pit këqijave. Dhe ne e përdorim në popullin ton kur në herë dikush mbrohet për një musibeti të rëndë, themi ka dhënë disa sadaka. Kjo është e vërtetë. Domethënë sadakaja trun pit këqija. Gjithashtu është përmendur një hadith tjetër, sadaqatu sir tudfi qadab ar-rabb. Sadakaja fshat e shuan hidhrimin e Zotit. Pra që pasojat të zjarë. Gjithashtu në hadith tjetër ka thënë pejgamberi wasilatu ar-rahim tazidu fil umr. Lidhja familjare, bamirësia, duke mbajtur lidhje familjare, thotë çfarë ndodhen? Thotë shtohet imri, jeta shtohet. Gjithashtu pejgamberi thotë në një hadith tjetër, inna sadaqa tudfi al-ghadab ar-rabb, thotë sadakaja e shuan hidhrimin e Zotit, wa tadfa maytat as-su, dhe të largon Zoti për një përfundim të keq. Kështu, sadakaja bamirësi. Nëse pasojat e sadakës çka të shumta janë, kjo i bie që çdo punë e mirë, çdo bamirësi që bëhet i ka çdo pasojë të mira. Shka do që thuni fjalë të mirë. Ta ka në hadith, më thonë nëse s'ki që bi dhonë fukaras, thuj një fjalë të mirë. Edhe kjo lloj sadakasësh, nëse s'ki një gjysmë hurme, më thonë mësoje vetë me bëmë mirë se kjo bamirësi të kthehet me lumturi. Kjo është ideja autorit. Edhe vazhdon autori thotë arsyeja pse besimtari në krahasim me të tjerë, thotë këtu gjithashtu e bën çfarë krahasimi autori mes besimtarit që bën mirë edhe atij që nuk është besimtar bën mirë.
interesant e përmendin disa analistë thonë që në Evropë, më thonë, është vërejt kjo, ato firma, ato biznise që marrin pjesë në aktivitete humanitare, janë më të suksesshme në biznes, edhe në punë. Ato biznise, ato firma që nuk s'marrin pjesë në aktivitete konkrete, më thonë, humanitare, ata zakonisht dështojnë biznes. Prandaj edhe jo muslimani ka ardhur përfundim e ka vërejtën këtë, se kjo natyra e jep këtë mesazh që bamirësia të kthehet më të mirë. Edhe shkavën kur ta vetë thotë jo, thotë, ako prave bën mirë, thotë kthehet më të mirë. Thotë më thon, nëse bën mirë kthehet më të mirë ajo. A kupton më thon? E këtu që tash këtë krahasim e bën ato që bën, thotë në krahasime të tjerët ka hise më të madhe në përfitimin nga bamirësia dhe se kjo e fundit tek ajo është më është si produkti i sinqeritetit. Është thash që muslimani përfiton nga bamirësia, por edhe jo muslimani përfiton. Çka është shtysia pse muslimani bën mirë dhe ai tjetri bën mirë? Shtysia e atij jo muslimanit bën mirë që t'i kthehet në dunjë. Kurse shtysia e muslimanit pse bën mirë çka është? Sinqeriteti. Shpërblimet e Allahut. Më thon, tani vin këto begati tjera, më vonë. Ne fillimisht kur bëna mirë nuk e kena synimin Zoti më na kthi me lumturinë në dunjë. Ne bëna fillimisht e bëna Zoti më na shpërbli kjo qëllimi i parë. Tani begatit vinë edhe të mjetë e dunjos vinë. Por ne, më thonë, në sens nuk e kena këtë synim. Ata e kanë këtë jetë, parën e kanë. Ata e synojnë, më thonë, me bamirësitë e tyre, e synojnë, më thonë, vetëm më thonë, mirësitë e kësaj dunjë. Me që shpresonit të mirën, thotë, se vapet dhe shpërblimi, Allah i madhua ja leson pjesëmarrjen në veprat e mira dhe angazhimin konkret në to. Çka ndodhen? Ban mirë e gjen lumturinë dhe aktivizohet edhe më tepër në punë të hajrit. Ai po më thonë se është rregull për mendimin e Kaimi, e mira e bën të mirën. Ibadeti e bën ibadetin. Kurse e kundërta gjunahi e thret gjunahin. Por një pitfare ton ka thonë kur bëj gjuna si kanë frikë gjunahit, po kanë frikë se ma ka hap derën gjunahit tjetër. Për shkak si kanë analizuar në e bamirësia që bën mirë me fjalë ose me vepra, kjo ta ka hap derën me bënë një punë mirë tjetër, më kështu më radh. Autori argumenton këtë ide, se muslimani kur bën mirë i kthehet ajo e mira me shpërblime nga Zoti edhe në dunjë dhe në ahiret, e përmend një ajet kuranor në surën Nisa. Ajeti 114 thotë Allahu subhanahu wa taala la khayra fi katir min najwa. Nuk ka thot kur far hajri të mirë në shumë prej bisedave që bën fshehurazi. Bisedat fshehurazi nuk janë të mira. Saqësh ata bën për punë këqija. Po thotë çka thotë Allah, përveç rastin kur dikush thot illa men amara bi sadaqa. Përveç dikush i silli fshehurazi jep një sadaka. Kjo e mirë është. Edhe pse në esencë fshehurazi veprat nuk janë të mira, po në sadaka ka plashtim. Au ma'rufin ose një vepër të mirë me bë. Fshehurazi ka dobi. Au islahin bejnë nas ose munosh mi pajtu di njerëz. I bën fshehurazi këtë punë. Kjo është e mirë. Wa man yaf'al dhalika ibtigha mardatillah. E kush i bën çto vepra duke sinur razinë e Zotit, thot Allah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Çtive njerëzve që kanë bërë çto vepra që përmendi, thotë do t'ju japim ajër, shpërblime të mëdha. Autori çka thotë? Allahu më dhunë në këtë ajet të kuranor na tregon se të gjitha këto gjërat janë të mira, shpërblimet, si dhe e mira e sjell të mirën dhe largon të keq. Gjithashtu thotë na mëson edhe për atë se besimtari që llogarit në shpërblim, Allah do t'i adhurojë shpërblimin e madh. E pjesë e shpërblimit cila është? Thotë pjesë e shpërblimit është më thonë gjithsesi se është edhe largimi i brengave. Për shkak me këtë ajet argumentohet autori që bamirësia më thonë i largon brengat. Gjithashtu thotë i largon mërzit dhe pikëllimet. Këtu, si thash pak më herët, e natyrshme është që e mira e kthehet mirën. E kemi një rast në të vërtetuar në sunet, kur ka shpallë pejgamberi sa sa dini rastin, ku shkon pejgamberi sa në fillim shkon te Hatixha, radhiyallahu. Çka thot Hatixha? I thot Hatixha, thot ebshir. Por gozo thot o pejgamber, thot fa wallahi la yukhzika Allahu abada. Ti Allah asnjë nuk le keq. Pse i ka thonë këto fjalë? I ka thonë fa wallahi innaka la tasilu rahim. Ti je një person i cili mban lidhjet familjare. Shiko, edhe në xhahilet ka qenë kuptimi, nëse bën mirë Allah nuk le keq. Edhe Hatixha, më ka fladit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam më të frikë që ka pasën me çto fjalë. Me bamirësinë që ka pasur me selam në xhahilet. Edhe ashtu ndodhi, më thon. Para mendon, më thon, ki parashikim edhe te jo musliman tash. Që bamirësia, më thon, kthehet më të mirë. Po muslimani kësaj ashton edhe në jetën
aty më thonë Allah jep edhe begati edhe në dunjë edhe në ahiret. Pra kjo ishte më thonë arsyeja e dytë, më thonë bamirësia me fjalë dhe vepra e shton lumturinë. E kemi personat edhe një shkak tjetër, më thonë që e shton lumturinë është angazhimi. Angazhimi me punë të dobishme. Një njeri që angazhohet, ai zakonisht më thonë e largon pikëllimin, mërzimin, brengën. Autori thot kapitulli 2 thot shkaqe që largojnë ankthin e shkaktuar nga tendosja nervore, thot është preokupimi i zemrës me gjëra të pavlera. Thot kjo e shton sëmundjen, e shton ankthin, e shton problemin. Thot autori, ajo që ndihmon për të luftuar frikën dhe ankthin, thot dhe është thot angazhimi i zemrës me gjëra që nuk janë në interes të saj. Çfarë thot? Është edhe angazhimi me ndonjë vepër të mirë, thot. Nëse angazhohesh me ndonjë vepër të mirë, thot, e largon ankthin, stresin, ose nxënia e diturisë së dobishme. Ne ndoshta nuk kemi mundësi me bëu një vepër mirë, po mas pakti shkon merren një dije të dobishme. Angazhohem me një ilm të dobishëm. Kjo thot e largon brengën dhe ankthin. Këtu në këtë çështje, shembull, ne kemi edhe argumente fetare. Kjo edhe jo muslimanët e thonë këtë, që angazhimi, e largon stresin. Edhe përmend një psikolog në Evropë përmendën, thotë 1/3 e sëmundjeve që vijnë me sëmundje psiqike, thotë është për shkak ata janë të lirë. 1/3 e tyre, problemet e këtyre sëmundjeve është për shkak kohës së lirë. Ata nuk kanë me çka mu marrën, tani aty i vjen ata ide të këqija, edhe angazhohen me sene të kota. Si thash pak më herët, këtë muhabet, shumë angazhu muslimoni vetë, mos më net bosh, këtë kemi edhe në shariat. Argumenti kryesor që flet për meselë është ajetin surën Sharh, Allah thot fa idha faraqta fansab. Kur ta krysh Muhammed detyrën angazhimin davet, fansab. Je lirum davet çash fansab në ibadet. Shkon në ibadet, këtu e shohim që Allah për mëson për mesëm dhe umetin që mos më net bosh. E ke kryer një punë, merr me diçka tjetër. Mos e le vetin bosh, se kjo ka dome të këqija. E kemi rastin njëri pitparëve tonë thot nefsuke e lem tashghila bi ta'a shaghalatke bil ma'siyah. Nefsin tonë nëse nuk ka angazhon me ibadet, thot ka më të angazhu ajo tije me gjunahe. Gjithashtu e kemi një rast nga Ibn Mesudi, gjithashtu transmeton nga Omer radhiyallahu ka thonë inni la akrahu an ara rajulan fariga. Thot urrej, thot Ibn Mesudi, e urrej një person me pa të bosh, të lirë, nuk është i angazhuar, e urrej thot. Dhe thot la fi amali dunya, që nuk është i angazhuar as punë të dunjos, wala fi amali al-akhirah. As punë të dunjos, as të ahiretit, rri bosh. Do të fol pak më vonë, është mirë mu angazhu dhe punë të dunjos. A ki po shpesh në i shumë do musliman, mirë me sendet kota, nuk ka kohë me ndreshe një gjohë që është një nevojshme të shtëpia vetë, s'ka kohë, që mirë me sendet kota. Do të është tira dera të shtëpia, nuk i mëshire dera, ka probleme tjera, nuk gjenë kohë, pse mirë me sendet kota, nuk ka vakë dhe për sene elementare që i duhet për shmine vetë, nuk ka kohë. Pse? Nga sa është i angazhu me sendet kota. Autori njëri pulemave përmend një rast interesant të Sheh Ibn Bazit, rahimullah. Thuhet se Sheh Ibn Bazi e kishte pas një sëmundje të rëndë, edhe kishte përfunduar në spital. Kur kam pasur Sheh Ibn Bazi me vete kishte marrë musafin, ka marrë disa libra të hadithit, e ka marrë edhe me përsit edhe Elfiet ibn Malik, që është në gjuhën arabe, gramatikën arabe. Para më do i smund, po shkon në spital, i ka marrë ta libra. Kur shohin nxënësit, edhe i thonë njëri prej nxënësit, thotë, "O hoç, thotë ti ke ardhur këtu në spital, mu shërrue, mu mbjekue, pse ke marrë këta libra?" E thotë këtu një fjalë, desha me përcjell çfarë fjalë të Ibn Bazit rahimullah. Thotë Ibn Bazi, thotë, "Ar-rahatu fil amal." Rahatluku, më thonë, pushimi është në vepra. Shikon, më thonë, situatë, në spitali i shtrirë, më thonë, është mjekue, thotë, "Ar-rahatu fil amal." Thotë, "Wal insan thotë la yanbaghi an yakuna farigan." Njeriu nuk i takon me koni lirë, me kon bosh. Liene shejtan, thot Ibn Bazi, liene shejtan yatasallat alayhi bi khawatir su. Thot nga se thonë se jeti thot i lirë, vjen shejtani me sytet e këqija, me ide të këqija. Vjen, bën sytje. Edhe çka thot, fa khairun lahu thot an yashtaghil nafsu bima yanfa. Më mirë për ta se të angazhohet me diçka që është e dobishme, kej la tashghilu nafsu bima la yadurru. Thot me qëllim që nefsi mos vere të angazhohet me çështje që janë të kota dhe të dëmshme. Shikoj më thonë çfarë situate të rëndë. Më thonë
Edhe në kësi raste ulemaja, muslimat e mirë e ka angazhu veten. Ibn Qayyim e përmend një shembull interesant, edhe këtë isha me përmendën, thotë njeriu thotë i ngjan sikur atina gurit të atij guri që e blun miellin, që sillet. Thot Ibn Qayyim thot çka ti shtish këtij gurit a e blun. Çfarë thotë njeriu? Me çka e angazhon çat prodhim e jep. Ti nëse angazhon veten me çështje të dobishme, prodhimi do të jetë shumë i mirë. Nëse ti vetëm do ta lë me çështje të kota, do të thonë prodhimi jot ka më koni keq, ka më koni kot. Kështu Allah na ka kriju njerëz që ne sikur ki guri që sillet, do të thonë, varet ne çka japim tash, me çka e angazhojmë, do të thonë nefsin. Sëmos kjo ne tet edhe si nxitje për neve, shtash në afat më Ramazanit, angazhojmë vetëm me Kur'an, me dhikr, me të mira, mos angazhojmë me çështje të kota. Unë këtu ta shohim edhe bereqetin e këtij angazhimi. Vazhdon autori thotë këto krijojnë thotë mur të hekun ndërmjet zemrës dhe gjërave që shkaktojnë thotë frikën dhe trishtimin, nëse angazhohesh. Bot një çfarë lloj muri mes stresit dhe pikëllimit. Nga sa angazhimi thotë e bën këtë mur. Sikur që bëjnë thotë të harrojnë brengat dhe pikëllimin. Kështu që ndihet thotë i lumtur, njeriu që angazhohet ndihet thotë i lumtur, i gjallë dhe me vullnet. Ka se thotë e ka kryer një punë që ka dhënë të tjetra, mbas të tjetra, gjithmonë e sheh vetin ka më thonë ka prodhime të mira, vepra të mira ka kryer gjatë ditës më thonë. Ndonë se thotë në këtë pikë nuk është i njëjtë me të tjerat. Kështu në këtë rast, këtë pikë kanë edhe jo muslimanët. Po ka dallimi mes muslimanit dhe jo muslimanit? Thotë autori thotë besimtari thotë gjithnjë për shkak të besimit, sinqeritetit dhe llogaritës problemit që pret prej Zotit subhanahu wa taala, thotë ka hise më shumë. Pse thotë ndikimi i dijes që mëson për veten apo ua mëson të tjerëve, thotë nuk kanë i barabartë sikur atij tjetri që s'ka iman. Gjithashtu thotë këtu ulemaja këtu e përmendin kur e komentojnë ulemat këtë libër thonë këtu autori ka thënë me thonën edhe çështën e dunjos. Nëse ti angazhohesh me punu një zanat mirë, me marrë një zanat, ose ti angazhohesh me kry një shkollë, një fakultet, më thonë nëse ti e shoqëron çdo punë, çdo aktivitetet në jetën e pastër, në jetën që mi bë dobi muslimanëve, çdo lëvizje që ke bë aty përfiton. Gjë që nuk e ka jo muslimani. Nuk ka këtë problem ata se kanë. Si ju ka munguar atyre më thonë në jetë. Pra thotë autori thotë kryerja e veprave të tjera, siç punë të dunjos, të cilat në jetë shndron në vepra të dobishme dhe dobipruese thotë. Në jetë pra është shkak, ne kemi si rregull, mubahi është një gjë e lejuar në Islam, me pi me flet. E mubahi ulemat kanë thonë shndrohet në ibadet me niyet. Edhe gjumi mund të shndrohet në ibadet. Me çka me niyetin se shoqëron. Nëse thu flej herët me qëllim çon ta falë sabahin, ta kryj punën më herët, ta kryj mësimin, ta lexoj Kur'anin, të kryj vepra të mira, me kësin jetën nëse flet edhe përfiton edhe shpërblime edhe sevape. Gjithashtu është edhe ushqimi, edhe vizita, edhe krejt punë që janë natyrshme, që janë mubah, nëse bëhen me niyet ata ka shpërblime. Thot autori, synimet që me këto vepra ta ndihmoj veten për të qenë më i fortë në adhurime dhe në rrugën e Allahut, pra ka një jetë të mira besimtari, është i atill që e largon brengat, probleme, mërzit dhe pikëllimet. Ndërkaq për njeriu e sprovuar me ankth e problemet e tjera nervore dhe shqetësore, haresa është bërë ilaç i shërueshëm dhe efektiv, më thonë. Çfarë më merret, më thonë. Edhe s'mund të vinë për shkak kësaj, më thonë. Që njerëzit janë të lirë, edhe nuk janë, më thonë. Zakonisht edhe këto është vërtetuar edhe disa analiza ka, më thonë vjedhët problemet edhe vrasjet më ndodhen kohët të pushimeve. Njerëzit kur janë në pushime, të 3 muajshit, nxënësit kur janë në pushime, shtuneve dille, zakonisht këta problemet mund të kishia bën këta ditë. Pse si njerëzit janë të lirë? Pra shikoj më njeriu kur është i lirë, më thon rezultati është më thon i keq. Thotë autori në fund për përfundimi, për të arritur qëllimin e dëshiruar duhet që vepra me të cilën merret të jetë e dashur për shpirtin. Ktu është më thon autori do më ka dhënë një mesele, nëse do ti që mu kënaq me një vepër jashtë obligimeve, merr me atë vepër të ato shpirti më shumë. Shemë ndoshta dikush ato shpirti më shumë u marr me lexim. Merr me lexim. Dikush ato shpirti më shumë u marr me agjerim vullnetar. Dikush ato shpirti më shumë me lexu Kur'an. Domthon ku e gjen veten më tepër, mirë me çato punë mirë. Se nëse i mban çato punë që ato shpirti më shumë, aty që më jet më tepër lumturinë. Edhe këtë mesazh e po thonë, jo çdo punë mund që i bëhet vullnetar, dikush mund me gjet veten. Dikush e gjen te një vepër të caktuar, dikush tjetër e gjen domthon diku tjetër. Edhe tërheqse për të, edhe dush me shikoni punë që është më tërheqse për veten tonë.
Pra kjo ishte për sonte, inshallah do vazhdojmë javën tjetër. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.